Miku imi çmuar, përshëndetje. Jam pastor Paulin Vilajeti dhe besoj nëse më ke parë këtu në rrjetet sociale nëpërmjet videove të ndryshme, unë kam shumë dëshirë të të them që në fakt unë nuk bëj vetëm video për të hedhur në rrjetet sociale. Unë jam pastori i qendrës së krishterë shqiptare këtu në Tiranë, ku çdo ditë të premtë në orën 18:30 ne mlidhemi tek rruga Zenel Baboçi numër 37. Gjithashtu çdo ditë të diel. Në Librasht unë jam pastori i kishës atje dhe ne mblidhemi çdo ditë të diel në orën 11:00 për të adhuruar Perëndin. Unë besoj, miku im i çmuar, që ti je zgjedhur për të marrë pjesë jo në një shërbes apo të jesh pjesë e një trupi të një kishe. Unë besoj se Perëndia të ka zgjedhur që ti të marrësh jetën e përjetshme e të bash pjesë